një zarf fiku që ka hyrë në shtëpi. Opa. Dhe aj është për Labin. Wow. Labi, Hajde. ftoj të qosh ta marrësh zarfin, Hajde. nëse do në ta lexosh vetë, apo t'ja japësh dikujt që ta lexoj Se mu mëre? zarfin. A shkoj ati e mrenda, ku ha? Këtu? Këtu. Hajde. Atë. Veç mos unë gotë. Mos unë gotë, Labi. Ja, ti po më tutësh, qa me bota? Jo, e lexon tani e shef. Qetësi. Okej, Labinot, sonte jashtë kësaj shtëpie nuk po flitet për lojën tënde, por për emrin tënd. U fat, marri pak frymë. Në media dhe portale po qarkullojnë lajme që prekin familje dhe identitetin tënd. Po tu e se ki një familje jashtë martesës, me një grua sërbe. Këto mure nuk i ndalin zërat e jashtëm, a me Labi kur përmendet familja nuk është loj. Ndaj sot ti ke mundësi të qarosh para të gjithve dhe të japësh variantin tënd të ngjarjes për të shuar sa do pak aludime nëse ato janë vetëm të tilla. Këtu apo të shkoj dhomë refilme, ku doni? Jo, Labi, përpara se të dëgjojmë, Falni? përpara se të dëgjojmë, Labi, çfarë ke për thënë për këtë histori? Kjo është gënjeshtër totale, sepse nëse kam diku fëmijë, unë nuk e lo fëmijën tim të jetë në duar të dikujt tjetër, fëmijën e marri te unë, por kjo është turp nga kush është qarkulluar, sepse sigurisht për të prishur imazhin tim. Kjo është një kushëriri im, a mujt ta sek edhe emrin? E kushëririt? Para se me zbulu edhe emrin e kushëririt edhe me spjegu, hajde ta ndjekim klipin me Titu që kanë qarkulluar që ta ndej. A mujt ulem të vendi apo si? Po. Po, faleminderit. Të dua më pse u tuta për rajnë. Se të dua. Mirë, po më duket se paka shumë mori një pasqyrë rreth asaj se çfarë është përfolur rreth fëmijës jashtëmartësore me një serbe, ku kanë dalë edhe mesazhet Super. të cilat kanë treguar komunikimin tënd dhe i kanë shkuar aq fellë disa komente sa që janë futur në fotografi të Instagramit dhe kanë koduar apo përkthyer në shqip edhe mesazhet tua ku ke shpreh se jeni një familje. Super. E para punës atër shumë mirë që kam ka ardhë mundësia mu sharu njerë për gjithmonë. Do njerë kërë ndimon dikujt e shë edhe sherin. E kjo është që unë kam ndihmuar shumë familje edhe do ndihmoj gjithmonë, po do njerë e shë edhe sherin. Është një kushëriri im, mund të atsek edhe emri, sepse është kushëriri kam të drejtë. Nëse ti mendon, po ne nuk ta kërkojmë emrin. S'ka problem, se është ajo e din gjithë Raoveci, e din gjithë familja e ti. Basaj nuk do me ja përmend emrin, apo? Guxoj, po, pa tjetër guxoj. Sepse ai din edhe ka në boa dënë që ka dalë, dhe është Vesel Regja, është i Raovecit, është kushëriri pak i largët, i cili kjo vajza ka punuar në një pub, klub, nuk e di të natës në Curi, edhe ajo është i fermier, edhe sigurisht janë dëshuruar dhe kanë bashkjetuar mes tyre, edhe ka met shtatzan në mujnë e 4, duket në mujnë e 4 ky ka dash me ekat fëmijun, po sigurisht që në Zvicër nuk lejohet të eqet një fëmi, edhe ka detyru që me shku në Serbi, edhe me e këtë fëmi. Dhe tani ajo i ka parë në gjitha shoqënin që i ka Veseli Regja, na ka shkruar jo vetëm mu, po agjës tim, kërret kush janë Regja, me mdimu, s'po do me ma pranu, andej këndej, edhe une sigurisht që korik gusht kam darës ma shumë në gjithë shqiptarin, posa qërisht në Preshevë Bujanovës,
edhe i kam thënë që unë do të vi dhe do të ndihmoj. Domethënë, jo vetëm unë, po kam tentu me Veselin të flas shumë herë, me motorën e tij Shpresën, me dajtë të tij që i ka familje Bugari, por ai është një djalë i cili nuk ka dash me pranu, as me ndihmu, as me pranu që është djali i tij. Edhe ajo ka kërkuar ndihmë jo vetëm për meje, po për gjithë familjarëve familjes Rexha e kështu me radhë. Edhe unë një ditë kur kam pas rresh darsma 3-4 ditë në Preshev dhe Bjanovc, i cili jam shumë i kërkuar në Lugin, edhe i kam premtuar asaj që do të vi. E ke takuar? Jo, do të ndihmoj. Edhe tani, unë e kam marrë me veti grupin tim, i cili është kam dëshmitar Filonit Gjikolli, edhe Bekim Allaçi, profesori nderuar i grupit TNT, edhe kemi shkuar dhe e kam dhënë 100 euro unë, kurse Bekimi dhe Filonidi, unë e kurse kam njoftur ma herët, kur as takim, as ku gjo, i ka dhënë ka 50 euro. Bas saj, bas saj ajo ka kërkuar në stop, sepse nuk ka të holla, nuk ka për fëmijë. Në stop, i kam bi, është shumë keq që edhe bashortja ime, e cila pse s'ka kontaktuar që ajo të del dhe të tërgon në haptas, kjo do shta gruaja ime nuk ka dash me kontaktu me atë, por unë ju garantoj dhe kjo është turp ata të cilat kanë dëshirë me ma prish imazhin, sepse në fundit, jo sërbe, po tjetë çfarë do lloj nacionaliteti nëse është fëmiu im, unë do ta pranoja, po nuk është fëmiu im, sepse unë jam i lumtur shumë me bashortën time, prej 13 vjetë, prej shkollës fillore, prej klasës 5, A që nga vëka 13 vjeqare jeni bashkë? Po, me bashortën time, mi ka rritur 2 fëmijë, mi ka thonë Zoti, Aliun dhe Ibrahimin, jemi të lumtur, shumë të lumtur, do më thonë, çdo çka, gruaja ime ka Instagrame, ka Facebookun, do më thonë, i ka gjithat e mija, do më thonë, kursësi, ne i kemi ndihmuar kësaj Stefani, sa i di unë, dhe Besa para një 2-3 muje përsëri ka kërkuar ndihmë, jo vetëm për meje. Besa edhe djali Axhës tim, Musa, i cili është Austri, kur ka postuar kjo një foto, ma ka bërë tag e mu, tha, o Labinot, që ka pëndot, edhe unë u qesha, thash, o bre, është e Veselit, Vesel Rexhas, po ja pra e pasha edhe sherën edhe kësaj punës, po ju garantoj dhe premtoj, momentit që do dali nga kjo shtëpia, ka me shku live, edhe ku me bo edhe dënë që kjo është gënjeshtë 100%, se nuk më vjen turp nëse bëj një gabim, sepse fundit, por unë e di që jemi një familje më e lumtur që kemi... Qa që kjo? Në regu. Klodi, qa kishe për thënë? Dhe shta që me i baj pyetje labit, e qitën një fat aty me foshnit sa po lindur me atë grunë. Dhe më thënë, unë kam shkuar njerë kur ka qenë 7 zane, edhe tani kemi shkuar edhe njerë me pa tjetër, 2 herë. Okej. Labi, do të themi shumë shpejt e ti, që më ratë. Mbyllim lidhe me shtëpin. Në dhomën e surprizave, ndodhet bashortja e Labit, e cila si nga jashtë, edhe tani e kanë ndjekur këtë situatë. Lidhemi me Lauretën. Mirë se erdhe. Zonja Laureta, mirë se ke ardhur. Më dëgjon? Zonja Laureta, mirë se ke ardhur. Është folur dhe stërfolur, po të dëgjaj, është folur dhe stërfolur pikrisht për fëmijën. Duan të dim se cili është qëndrimi yt mbi këtë ngjarje, Laureta. Më dëgjon? Po, tash po dini. Okej, tash është përshëndetje, mirë se erdhe, Laureta. Është folur dhe stërfolur për këtë ngjarje. Duam të dim se cili është mendimi yt rreth kësaj historie. Nuk e kam dëgjuar Labin, vetëm disa pyetje t'juja. Labe ka thonë disa herë është njëjti verzion që e kam dhënë edhe unë në televizionin e juaj në Kosova Today. Nuk kam shka me shtu, veç që kam bërë shtu të madhe, kam përfitu prej gjendjes që Labi ka qenë këtu i mbyllur. Nuk kam shka me shtu. Do me thonë ti ke qenë në dieni të kësaj historie, gjatë gjithë kohës. Po. Atëherë pse është deformuar lajmi, themi, kështu në këtë pikë? Që fëmiu mund të jetë i Labit. E përgjet arsyen prej si ka hi Labi Big Brother, prej nominimit parë, kjo histori u përfol sa herë, çdo javë e çdo ditë.
A të ka shqetësu gjithë ky viralitet i kësaj ngjarje ty si bashkëshorte e Labit? Po, na ka shqetësu gjithë familjes, na kanë thirrë shumë gazetarë, shumë televizione, por nuk jo kom përgjigj askujt. Për post që isha në Kosova Today, s'kam tash me dhonë ma shumë arsye. A keni kontaktuar me kushëririn e Labit, i cili është babai i vërtet i fëmijës? Nuk kam tash me inë detaje se nuk është mirë edhe për atë person që u egzageru ky lajm, nëse ai s'ka dash me pranu fëmin e vetë, pse na ta obligojmë me dalë dhe me biseduaj për këtë fëmijë. Kanë komuniku familja tina, janë di shumë keq, edhe s'kisha pas qef mas mi përmend, se s'është në rregull. Edhe pse Labi i përmendi, sepse i kërku mi thamë është e drejta jote, po ne nuk duan të dimë. Labi ka përmend edhe disa herë, po unë kur kom dalë intervistë nuk kom dash mi përmend, pse më kanë shkrujt edhe familja tina, nuk janë kanë të kënaqur pse u bëj një lajm i madh, kaq shumë. Ndërkohë që Labi ka treguar që e ka takuar fëmijën disa herë, sepse gruaja ka kërkuar ndihmë edhe financiare, po edhe morale të teme. E kom pa Labi që ka kërku mja publiku disa foto, edhe jom kone obligu me publiku, edhe pse jom mundu sa ma shkurt, pak sa ma qarë, që mos me qitë bisedet që nuk duhet. Jo që nuk duhet, po mos me lëndu kushëririn ose dhe ato, se s'është në rregull. Si mendon se Labi po ndihet pikërisht për këtë situatë që ka ndodhur, duke mos e ditë edhe qëndrimin tënd brenda, sepse kur je izolum aty brenda shtëpisë për 2 muaj pothuajse është Labi është në rregull, se din të vërtetën, edhe mu kur më kanë kontaktu, nuk jam kanë shumë e shqetësuar se e kom dytë kush është edhe ku është arsyeja. Labi është në rregull, ai tha, ditë tha, në ta bojnë analizën ADN-s, del që nuk është mia im. Adhe unë jam shumë e sigurt. Je e sigurt për këta? Po. Okej, të lutem prit aty edhe pak. Po, faleminderit Dini. Sepse do të kthehemi. Shkojmë tani në living, ku po na pret Labi. Tash në quhet kush do, edhe kush e merr primarin, ne të mqesin kokë me kokë, ama me të fortin. Ju e dini që nuk mundem me fitu muqtu. Kush do që menaxheri? Labi, Fal. jemi bashkë. Për qa po flet? Për situatën apo për një gjë tjetër? Jo, për situatën. Çka po ndodh? Jo, lutem. Me mu po fol. Çka kemesh? Labi, koncentro këtu. Çka është ndodh? Jo, sepse nëse do një menaxher pe këtu, pre banorëve, e ka bërë këtë, nuk e ka bërë gjën e mirë, mas pare ka lëndu. Ti po mendon që dikush, Po, patjetër. ndonjë menaxheri, ndonjë banore aty e ka përhapur këtë lajm? Sepse ka pas, domethënë, Dini, unë 25 vjet kam luftu për karrierën time. Unë kam ndihmu edhe Tërmetin kur ka qenë edhe Shqipëri. Domethënë kam ndihmu edhe Shkodër kur ka pas ujë. E kuptoj, Labi, ato vetëm ti lamash të fokusohemi te kjo sepse është një çështje e cila ka bërë shumë bujë të madhe. Unë kisha pas dëshirë ta kontaktojmë atë person, edhe të flasim drejt për drejt, edhe të qarohet njerë për gjithmonë. A kupton sepse unë kam qenë vetëm i kum ndihmu, jo vetëm unë. Labi, ti je ai që ke vendosur vetëm që në një reality show. Personat e tjerë nuk mund t'i detyrojmë, mund të ndodhë edhe kjo, po nuk mund t'i detyrojmë që t'i ekspozojmë, e aq më pak kur nuk duan të jenë fytyra publike, apo edhe nuk janë fytyra publike. Nëse bëhet kjo, në rregull, por këtë histori të cilën e tregove ti, nuk ishe vetëm ti ai që fole për këtë çështje, por edhe dikush tjetër ka fol. Po. Shikon e letë se kush ka fol. Aje. Wow. Karaman shumë. O, Karla. Shumë. Labi, është Laureta e cila ka ardhur dhe ka folur për historinë e fëmijut me sërbe, të themi në thojza. Po. Labi? Po. Këto emocione që i shfaqe tani, erdhën nga malli apo nga frika se si ka mujt me undje Laureta? Nga malli sepse ajo ka mungu shumë, hetu shumë, respektoj shumë dhe mos kishte
Mos kishet, mos falni gjë publiku. Mos kishen ajo ishë zhdukur ndoshta edhe familja e cila e ka bërë baba im. Kjo është heroina e familjes tim. Labi, unë do të ftoj që të shkojmë së bashku të dhome e surprizave, por më dëgja, Labi, më dëgja. Po. Do të shohësh se nuk ke mundësi të atakosh gruan tënde fizikisht, por mund t'i flasësh asaj. E shoh, po. E shih, po, do t'jeni ball për ball, po keni një gjë para vetës që nuk mund të bashkoheni. Në fund të fundit, a mund ta përqafojmë fund apo jo? Takoje një herë të lutem. Okej. Dhe s'qaro. Ju doja. Surprizave ku është? S'mund me marrë frymë, ej. Më gërë shumë të... Po në shto Labi? Jo, të lusëm. Nuk është mirë me të pas mija të qajtë. Ne jemi mirë gjithë. Smit janë mirë. Të duan shumë. Të kanë bërë shumë fala. Shumë jam të rrugës kur jeni njësa. Shumë mirë kemi kalu, kemi shku mirë. Jemi gjithë mirë. Të fala kemi nga gjithë. Ibrahimi, Ala, Aba, gjithë janë shumë mirë. Eta? Kretë kanë bët fala, Valoni, Vlora, gjithë kanë bët fala, janë gjithë mirë, po të përcjellim. Jemi me ty, qëndroj fort. Falë që kom ofenduar pak Elionën edhe gjithë kërkoj ndjesë. Ata e ndjesë më të mira. Me rëndësi të reflektosh, Labi. Shumë i tua, Londrivin janë mrekulli. Na të njohim për të pëndoshti, e dina si je. Jam pak eksploziv. Të njohim. Donja Laureta, falë që po ndërhyj, vetëm dua që t'ja qarosh edhe Labit me ldimin të nësaj përket ngjarjes të cilën e diskutuam. Prej javës parë që jeti këtu, kam fillu me qarkullu lajmet për atë Stefanën, për atë Smin. Vazhdimisht çdo ditë ka pas gazeta që ka shkruar. Vota që më janë më pak. Po nuk ka lidhje, unë e kam shtaru në një video, njëjtin version që e ki thonë ti këtu disa herë. Kështu që unë e kam telefonin tanë, i kam gjitha bisedat, i kam zerë edhe fotografit që i ki kërku shumë pak, disa, 1, 2, 3, të që unë mendoj që është gjë në regull, unë e di. Loreta, ti di, e banë men që ajo në... E di, la, biskene unë me spjegu, e di gjitha. Edhe kom shku me bikimin, me filonikin, e kanë ndimu, edhe kur ka qenë shtatëzan, edhe në basaj kom shku edhe njerë ndimu. E di. Edhe tani ka kërku ti e di që, kam thënë disa herë që ka polip mërë që është me ndimu, që na kena krizat tona për shak biznisit. Po e di. Por nuk e di, dikush dasha keq, për me më prish imazhin tim, për me mi upe edhe të darsma, për me upe edhe ndoshta... Nuk upin asgjë se nuk është asgjë. Ato najna ndjeni, ti e ndjeni, unë jam ndjeni, e kena shqaru, nuk të penalizon kjo. Diria, më të kullë kom sepse kjo është heroina e familjes time. Mos kishe kjo, ndoshta edhe mamin tim kisha upe edhe vllahun tim edhe motën. Lutem. Tash më shallo. Mbaj, Labi. Labi, je para një mundësie të takosh fizikisht gruan tënde apo jo. Nëse vendos të takosh gruan tënde, kjo të kushton 2.000 euro nga çmimi final. Po. Labi, e kuptove. Falë që kanë 2.000 euro me taku. Rushin tim, shpirtin tim. Unë e besoj që edhe banorët... A ka mos edhe banorët një taku. Unë e besoj që edhe banorët e kuptojnë pikërisht këtë situatë tënde. A ka mos i të pyes edhe banorët lutem, sepse ata janë... Le të lidhemi me banorët. Ta dëgjojmë një po ose jo. Labi, përgjigja është po. Shiko diku nënën tonë dhe ose të majtë ose të djathtë, është një skalper. Tu? Po, një skalper, Skalper, që ku kjo, që? Po është? Ja, vetëm me kujdes,
me kujdes. A mundet edhe banor me taku? Po pa tjetër që e takon e përshafon dhe stërgoj e fort, sepse se ke takuar që 2 muaj. Këtë se kam Eja. Falë që të më ditë një lasë, falë. Që të që zemrën të pasë, falë. Rëgëja të zemrën të ndiktas. Po të tjërë të zemrën të tjërë të vajnë në natë, të shëtë një tjërë. Në shumë të një në shumë, a që një shumë, një bëna jo, e qaj jo. Duhe shumë. A më në takove? Labi, shijoje momentin me Lauretën vetëm, sepse ka 2 muaj që se ke pa. Është regula ki pagu faktura. Këtë në regullë është. A kja ardhet? Po. Është regullë, Ali është mirë? Këtë në mirë. Që shkeni shku, hajti shku, edhe jena ala këtu. Kena shku këpar sot. Sot kja ardhë, atë ka një shumë shteti? Po. Shumë mirë. Labi shumë pak kohë ka mbet. Oke. Zonja Laureta, Po të mos folë francishtë. thua i fjallet Jo. që ke për t'i thënë. Po edhe po i fole francisht për thehet këtë sekund. Urna? Po qysh jo, more? Ala e din, të zemë shumë pasër, Leonida, Olta, Leonora, i din shumë. A ka musit me taku edhe banor? Labi, Po. shijoje momentin me Lauretën, sepse është momenti që të përshëndetesh me ta. Masaro, kur s'kam të ralltu, edhe kur do të ralltoj. Me ty kam nis prej 13 vjeç, prej klasën e 5 dhe me ty do të vdes. Inshallah. Deri Wow. për jetë. Kam besim. Deklarat Me fantastike. ty do të vdes. Ti e personi më i mirë që kam takuar prej kretë shoqet, shok që kam pas, sepse kur s'ma ke lishu dorën. Do të edhe atër kur kam qenë më i, do më thënë, dështuar me karierë do njerë, i dhe me realizuar, po ti më ke dhënë kurajo. Ti e ki ndalë do njerë atë bukën që me ongër pa usë, vetëm investu në karierën teme. Të jam shumë mirë njohës, tër jetën derisa vdes, këtë dinja dhe atë dinja, do flasë vetëm për ty, sepse ti e heroina e familjes time. Wow. Ti e njeri personi më i dashur. E tash ma ke hapë zemrën, sepse të njerë nuk kam artikulim, po më dalet goja, sepse mungesa e jote ka qenë pa pame. Labi, sa vite jeni bashkë? Pa tjetër. Nga mosha 13 Se ki qare. let me lujt. O, dini be të dua, bre, dini. Pasha zotën. Ju duam edhe ne juve kështu. Në këtë gjendje fantastike, një dashuri, një deklarat dashurie, që çdo grua të doja ta dëgjoj nga burri i saj. Këta janë heroina tona, nuk ka më mirë se familja e shenjtë. Familja është e shenjtë, nuk ka lumturia më e mire është vetëm kur je i lumtur me familje. Labi, përshëndetu me Lauretën. Laureta, falinderit shumë A që ka mundësi erdhe. me taku vetëm banor një sekund, të Labi, lutem? shumë largë është, të lutem. Po, shpejt. Jo, Labi, të lutem. Jo, Jo, okej. I shumë largë. Shumë largë. Elionën, a bon Elionën? Shumë largë është. Ato apo ju shohin, mundet mi I përshëndet edhe nga përshëndes të gjithë, janë shumë të mirë, vazhdoni, luni lojën e juj. Lim shokun tim. Shijoje Nabi, Shumë du. luj, shijoje, e di që se ki let, ti e një por i martu, e kini tjetër status. Nuk e ki let me lujt, ama luje lojën, të lutem, ne jemi me ty, të përshëndesin, të duam shumë. Përshëndet të gjithë shqiptarët. Kanë përshëndet të gjithë familja, kanë përshëndet shoqëria, Astritin, Femia, Dauti, Besmiri, gjithë kanë përshëndet. Gjithë shoqëria. Je më i mirë. Kale bukur. Labi, Kujdesu për ne. se u të banore të lutem. Me fasia ma e madhe. Yes! Faleminderit shumë. Kalu bukur rruga e parë, o zotit rujt. Faleminderit, Laureta. Ciao. Po faleminderit Dini. Faleminderit gjithëve. Kujdesu për fëmijë. Për abën, për Vlorën. Mos ki merak. Kujdes na për gjithë.
Bravo. Po, Labi, e more energjinë, a? Ishte më bukur se Lena. Çmimi ra, kthehemi pas pak te ju. Ja, Lena.